qytet për të parë se si do jetë organizimi i ditës sotme, jo vetëm për nga folësit që do të mbajnë fjalën e tyre, që do të dërgojnë mesazhe, por gjithashtu edhe për pjesëmarrjen. Shkoj tek sheshi Skënderbej, aty ku gjatë 17 ditëve protest, qytetarët janë mbledhur në orën 18, e thash edhe pak më parë, kemi ndryshim të orarit me 1 orë, nisur edhe nga temperaturat e larta. Shkoj me Matilda Brown për të marrë detajet më të fundit. Matilda, të përshëndes, në vijim të uroj punë të mbar, duket se gjithçka është krejtësisht normale në momentin që flasim. Çfarë arrin të kuptosh për sa i përket organizimit të kësaj proteste e cila sot nis në orën 19? Përshëndetje Ilir, zyrtarisht jemi në ditën e 18 të protestës së qytetarëve në Tiranë. Ashtu siç ti e theksove, kjo protestë ndryshe nga 17 ditët e tjera që ka nisur në orën 18, sot nis në orën 19 sipas organizatorëve. Kjo për shkak të rritjes së temperaturave, por dhe për shkak të angazhimeve të përditshme që kanë qytetarët dhe për t'u përshtatur angazhimeve në përditshmërinë e tyre. Nuk dihet ende nëse kemi një skenar të ditës së sotme, nëse protestuesit do të marshojnë në rrugë të ndryshme të kryeqytetit, apo do të vijojnë si zakonisht, fjalimet e tyre në sheshin Skënderbej dhe më pas do të përshëndrohen në rrugë kryesore, apo do të vijojnë në rrugë të tjera. Ajo çfarë dihet është se organizatorët kanë paralajmëruar që tubimi të jetë i grumbulluar, do me thënë që të gjithë protestuesit mos ndahen në grupe të caktuara, por të jenë një grup i vetëm i cili do të marshojë në rrugët kryesore. Gjithashtu bëhet me dije se policia e Tiranës sot ka dalë me një njoftim ku ka njoftuar se ka proceduar penalisht 16 shtetas, të cilët dyshohet se kanë prishur qetësinë dhe e rendit publik.